Ju keni dëgju për Noa Energji. Në fakt keni dëgju Hikmet e Bajrami dhe përfaqësues tjerë të LDK-s vazhdimisht në kuvend të akuzojnë ne për ndonjë lidhje me Noa Energji. Më lejo t'ju them, pa asnjë fije dyshimi dhe e mirëpresin çfarëdo hetimi që ka nga çdo institucion. Në fakt i rekomandoj edhe prokurorisë speciale që të shkojnë deri në fund kësaj çështje se kush ishin aktorët që sollën Noa Energji në Kosovë. Asnjë zyrtar i lëvizjes vendosje, as nga qeveria, as nga kuvendi nuk ka lidhje me Noa Energjin. Në fakt, unë i pash kontratët se kush e solli Noa në Kosovë. Noa në Kosovë ka ardhur fillimisht përmes Kostit. Kosti ka nënshkruar një kontratë për mbulimin e humbjeve në veri me Noa Energji. Këtë kontratë e kemi këtu. E para, kontrata është nënshkruar me 15 janar të vitit 2018 ndërmjet subjektit Noa Energji edhe Kadriu, i cili po përfaqësonte Kostin në atë kohë. Pra, ardhja e Noas daton që nga viti 2017. E dyta, Keku i shet tepricat e energjisë elektrike gjatë natës apo gjatë ditës. Dhe pasaj këto subjekte e riprocesojnë, e shesin brenda apo jashtë vendit dhe njëna i dresoj se kush nënshkrujti kontratë me Noa. Dhe kontrata me Noa është nënshkruar me normë 5 të vitit 2019, ndërmjet Kekut edhe Noa, e përfaqësuar nga Gentian Skëndersula. Gentian Skëndersula i nënshkruar nga Niazi Thaçi si kryeshef ekzekutiv, për përardhjen e tij politike nuk pjo flas. Po e dini kush është ai. Kjo kontratë s'ka doj, u dash të nënshkruaj edhe një kontratë tjetër. Me Noan dhe një kontrata e dytë është nënshkruar me 11 tetor të vitit 2021 nga Përparim Kabashi, duke ushtruar rolin e kryeshefit kryeshefit ekzekutiv të Kekut. Në fakt kjo është kontrata dhe kjo kontratë është nënshkruar 4 ditë para së ardhjes së Nagip Krasniqit në krye të Kekut. Përparim Kabashi është subjekt i cili ka shërbyer si antar bordi i ZRE-s, është mbështetës dhe ka qenë i deleguar nga subjekti politik LDK-ja, qoftë në bord të ZRE-s, ashtu edhe në Kek.